Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa ashabihi, wa man wala. Allahun xhalla wala falenderojmë dhe lutim Zotin e Madh që na bën nga robët e Tij falëndërues, mirënjohës ndaj Tij dhe adhurues të deri në frymën e fundit në jetën e kësaj bote. Lutim Allahun xhalla wala që të na mburë zemrën me madhrim ndaj Tij dhe për ulje ndaj Tij deri në ditën me takimin me Të. Vazhdojmë me tutje me sqarimet që kanë të bëjnë me emrin Allah el-Majid. Dhe në pjesën e parë përmendëm disa prej dobive që dalin nga ky emër dhe që kanë ndikim në jetën tonë të përditshme. Dhe kuptuam se besimtari autoritetin e tij e ndërton mbi kontributin dhe të arriturat vetanake nga njëra anë dhe e dyta më tepër jep nga ky autoritet se që pret merr prej tij për shkak se marrin nga ky autoritet e pret ditën e gjykimit kur pret shpëlimin nga Allahu xhallahu ala. Dhe kuptuam se i tërë autoriteti dhe respekti është nga Allahu xhallahu ala. Prandaj nëse besimtari don autoritet, duhet ta ndjek rrugën e drejtë të arritjes që të përfshihet në atë që Allahu ka thënë bie dikel khair, që të khair për të. Përndryshe, rrugët e tjera që i ndjek të mashtrimeve, të ndryshme që njerëzit bënin në kësaj bote, atë padyshim ai mund të arrijë këtë autoritet, mund të arrijë respekt, por padyshim se kjo do të jetë sherr për të edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Prej dobive dhe ndikimit që mund ta përmendim lidhur me emrin Allah xhallahu ala el-Majid është se Allahu xhallahu ala vëndëruar në shumë vende në Kur'an e ka madhruar vetën e tij. Dhe kjo nuk i takon askujt prej krijesave që ta bën përveç për Allahun xhallahu ala. Nga sa ati i takon me të vërtet i tërë madhërimi. Dhe të re që e ka përmend është pikërisht vetëm prej tij. Prandaj, nëse njëri del dhe thot, unë e kam bërë këtë, unë e kam bërë atë, unë e bëj këtë, e kështu me radhë, a është realisht ai që e bën këtë? Nuk është. Nga se dikush tjetër e ka mundsuar. Dhe njeriu është i kurzuar me shumë rrethana për ta dhënë një kontribut. Për shembull, fillimisht ekzistimit është i kurzuar me ekzistimin e prindve tu. Prandaj kjo unë shkon duke u zbe. Ti shikon unë pa kon prindet tu apo. A ne u zbe, Allah e mëson zbehet kjo veç me prind. Apo pastaj mos me kon mësimi në shkollë që dikush të ka mësuar, ti s'e ke bëu këtë, çfarë ashtu është. Atë edhe kjo unë zbehet. E shkon tu zbe ditëmrin te atje, Allah e jet minus unë. Nuk jet plus po minus unë. Do të më marr për dikujt, më dhon dikujt tjetër apo. Prandaj duhet të them që edhe ato që ka rreth ti ke bërë, nëse e analizon, nuk del bashkë ti e ke bërë. Por Allahu xhallahu ala ta ka mundsuar dhe të ka bërë rrezik që ti të jesh ai që bën këtë mirë. Për këtë arsye, njeriu nuk duhet që të lavdërohet për të mirët e tij, dhe nuk duhet që të kërkon nga njerëzit që mirësia që u ka bërë të bëhet barr për njerëzit. Sikur të thonë njerëz do të thotë e bën një të mirë dy, por pastaj e mirësi bëhet barr dhe ngarkesë për njerëzit për shkak të kërkesave të vazhdueshme të tij për të rikthy atë që i takon sipas tij autoritetit dhe respektit të tij. Ndërsa Allahu xhallahu ala azbehet lavdrimi i tij për ndonjë rrethon, jo vallahi, përkundrazi, sa më tepër një rrethon të fuqizohet lavdrimi i tij apo. Edhe kjo se kemi ditë pra, edhe këtë se kemi ditë, sa më tepër ta njohim Allahun xhallahu ala, aq më tepër na fuqizohet bindja se çdo mirë është prej tij. Përkundër njerëzit. Përkundër njerëzit. Andaj Allahu xhallahu ala në shumë vende në Kur'an e ka madhruar vetën e tij. Dhe ka kërkuar prej neve që ne ta madhrojmë Allahun xhallahu ala. Dhe madhrimi më i mirë që i bëhet Allahu xhallahu ala është duke e lexuar fjalën e tij. Nga se nuk mund ta madhrojmë Allahun xhallahu ala, unë po përdor fjalën madhrim që nuk kupton këtë ato që i përmenden nga kuptimet e emrit el-Majd, apo të autoritetit, të respektit, të dhënjes së gjitha ato. Prandaj nuk mundemi që ta madhrojmë Allahun xhallahu ala, madhrim të duhur. Normalisht të duhur kur them e kam përshtim anën tonë, jo ato që i takon Allahut azh, nga sa të smundum kurrë më e bë. Por të duhur sa i përket një krijesë të dop, një robi të shkret të Allahu xhallahu ala që don Zotin vetë madhnu. E rruga vetme që ky rob mund ta madhron Zotin vetë është përmes fjalës të Allahu xhallahu ala. Dhe kjo pikërisht duke e përmendur Allahu xhallahu ala. Dhe Allahu azh
subhanallah, në ka përmendur se këtë mund të bëjmë përmes të gjithë ajeteve kuranore. Mirë po, janë disa ajete që janë më specifike në këtë drejtim, e që Zoti xhallahu ala i ka bërë pjesë përbërëse të namazit tonë. Surja Al-Fatiha është surja që Allahu xhallahu ala madhrohet, nga se sikur që edheni, Allahu xhallahu ala në hadithin kutsi ka thonë: qasamtu s-salata bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'al. Allahu xhallahu ala thotë, e kam dhënë namazin në dysh, mes meje dhe robit tim. Dhe robit tim i takon ajo çfarë ai kërkon. Shiko këtu, e ka quajtur e kam dhënë namazin. E kur vjen tek ndarja e përmend surën Fatiha, për treguar se boshti i namazit është surja Fatiha. Boshti për ulës në Allah xhallahu ala është surja Fatiha. Boshti i përjetimit namaz është surja Fatiha. Në qoftë se e ndim surën Fatiha namaz, Allah do të bartet kjo ndjeshmëri dhe ky përkushtim të gjitha veprimet e namazit. Në qoftë se në Fatiha tik përkushtimin e Allah xhallahu ala nuk e preton, vështirë është me rikthyn çfarë do lloj faze të namazit që duke fal. Ka se Allah xhallahu ala ka thënë qasamtu s-salah, s'ka thënë qasamtu l-Fatiha. S'ka ne kum ndar Fatiha mes meje mes rrugës tim, për Fatihën, ja, ka ne kum ndar namazin. E ka quajtur Fatiha namaz. Sikur që e ka quajtur haxhin Arafa. Ka në haxhu Arafa. Po njëri mund tavafi këtë më rëndësi, po se në Arafat kur s'ke bëj. Absolutisht kur s'ke bëj. Krejt shkojnë poshtë. Edhe tavafi, edhe sa'i, edhe gurt, edhe ihrami, krejt shkojnë poshtë nëse në Arafat s'ke nejt ato. Nga se ka përmendur që ka patë nuk bëhet. Nuk është e vetë Arafati, nuk është veprimi i vetëm në haxh, por është veprimi i vetëm që pato zbohet. Nuk kompenzohet haxh, nuk kompenzohet Arafati. Andaj edhe Fatiha, nuk ka namaz pa Fatiha. Sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kurdo që falet dhe lem yaqra bi Fatihatil kitab, nuk e lexon Fatihën, fa salatuhu khidaj. Tjerë ka thënë fa salatuhu khidaj, fa salatuhu khidaj. Namazin e tij ka të mangët. Namazi është i mangët, Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. S'ka namaz ai i cili nuk e këndon Fatihatul kitab. Edhe pse kjo mohimi nuk ka namaz, ka mbështetim tek ulemat. Për çfarë mohim bëhet fjalë, unë nuk dua të futem në debatet e fikut. Por këtu mohohet diçka. Mohohet dhe mohimi këtu ka të bëj në qofse, për shembull, në qofse pajtohemi se mohimi nuk ka të bëj me vlefshmërinë, apo sikur se thonë plan nga ulemat, që nuk është kusht bazik Fatiha për namazin, bën pa të, ka khilaf, po them kushtimisht nëse pajtojmë me të, megjithatë pajtimi ulemave është se kvaliteti i namazit nuk është në nivelin e vet pa Fatiha. Ktu bile s'paku ka ixhma. Apo nuk mund të madhrohet Allahu xhallahu ala me azin namaz sikur të me Fatiha. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithmonë ka këndu. Nuk ka transmetim dokun që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është fal pa Fatiha. Kur? Dhe kjo ka një kuptim të vetën. Në kuadër të Fatihas, çfarë ka thënë Allahu xhallahu ala? Do e kam dhënë dysh, për çfarë dyshi bëhet fjalë? Thot idha qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu po thot, kur robi më thot elhamdulillahi rabbil alamin, kjo është gjysa që i takon robit. Apo? E tash pjesa Allahu çka është? Allahu thot hamadani abdi. Allahu të përgjigjet ty. Elhamdulillahi rabbil alamin. Thot Allahu hamadani abdi. Që nuk kupton ne kërkojmë që Allahun ta falenderojmë. Apo? Dhe nuk dim me çfarë shprehje pranohet falërimi, nuk dim. Allahu thot kur ti thua elhamdulillahi rabbil alamin, unë e vlerësoj se më ke falëru. Këtë e kryve. Pastaj thot robi Ar-Rahmanir Rahim. Allahu thot athna alayya abdi. Kur ti thua Ar-Rahmanir Rahim, Allahu si të përgjigjet ty në këtë thënje? Thot Allahu azza wa jall, më ka lavdruar robi jam. Është e kërkuar Allahu me lavdru, apo? E kur thua Ar-Rahmanir Rahim, e ke lavdru Allahu xhallahu ala me atë që Allahu xhallahu ala të ka mësuar me lavdru, dhe pasi të ka mësuar dhe ti e ke respektuar këtë mësim, Allahu e pranon këtë lavdrim. E kur robi thot Maliki Yawmiddin,
që e din çfarë kuptimi Maliki Yawmiddin apo? Kur robi thot Maliki Yawmiddin, çfarë thot Allahu xhel? Allah thot Majjadani abdi me emrin el-Majid. Apo? Majjadani abdi. Do thot Maliki Yawmiddin, me lidh Maliki Yawmiddin dhe Majdin, duhet pak meditim për me lidh mes vetes, nuk ka bash thjesht me e kuptuar ato. Maliki Yawmiddin kur thua, çfarë thosh? Çka Malik? E kemi mësuar emrin Allahut el-Malik, el-Malik, apo? Që i tërë sundimi, i tërë pushteti, i takon Allahut Azza wa Jall. Është shumë shkurtimisht se është sqaruar tek atje, tek emri el-Malik më gjerë kjo punë. Yawmiddin çka është? Yawm është dita, e din. Çka o din? Na përthim dita gjykimit. Është. Po din gjuhën arabe është që çdo kush ta merr atë që ka merituar. Kama tadinu tudan, ka në hadith. Kama tadinu tudan, çysh të bësh ki me gjithë. Kjo rregull. Apo? Andaj jo Maliki Yawmiddin, Allahu është zotrues i asoj dite që çdo kush e merr vetë çka që ka bu. S'ka hile, s'ka zullum. Në këtë botë, a ka mundësi të arrijet kjo në mënyrë të përkryer? Nuk ka mundësi atë. Prandaj, Allahu xhallahu ala madhrohet me këtë respekt, me këtë nder, me këtë madhrim, i cili përkundër numrit të madh të krijesave, përkundër grumbullimit më të madh në histori të kriminalëve me nivell, apo megjithatë është Yawmiddin. Vetë sa ke buki me marrë. S'ka më tepër. Andaj kur ti apron Allahu xhallahu ala këtë drejtësi, dhe kur Allah ti apron këtë mirësi, dhe kur Allah ti apron këtë zotërim, apo është madhërim dhe Allah xhallahu ala, që Allah këtë formë të madhërimit e quan të Mejid, nga emri i tij el-Mejid. Kjo është e para. E dyta, pse Maliki Yawmiddin kur thua thot Allahu Majjadani abdi, që ndërrin me el-Mejid? Nga se ka plan këtë dunia që i ka thonë vetë el-Mejid. Apo ka plan këtë dunia që ka thonë vetë autoritativ, i respektuar me pushtet, unë e bëj këtë, unë e kam atë, apo e kur robët Maliki Yawmiddin, apo del pe kësaj bote, që të kanë lodh të livdu, të kanë lodh të afirmu, të kanë lodh njerëzit duke u lavdruar e bëjnë të del pe kësaj bote dhe kalon me një botë tjetër, kalon me një ditë tjetër kur kush thot unë. Apo në të kuptim të lavdërimit, ku janë ata që kanë pas pushtet? Ku janë ata që kanë pas autoritet? Ku janë ata që kanë pas respekt? Ku janë ata që kanë pas do të thotë sundim një ndër ku janë? Allahu thot, sikur se ka në surën Al-Ghafir, limanil mulku al-yawm. I kujt është sundimi sot? I atij që u kon gjithë. Apo i çati është, gjithë i tij u kon dhe sot është i tij. Apo e pse Allahu thot sot? Pse sot i kujt u kon gjithë sundimi? Pse thot sot? E pse Maliki Yawmiddin? Allah nuk ka Maliki veç Yawmiddin, është Maliki çdo ditë dhe çdo vepër, çdo veni. Apo i po u kujton njerëzve se nëse Allah në këtë botë ju ka sprovu që të gëzoni autoritet, dhe në këtë botë Allah ju ka sprovu që të keqpërdorni me autoritetin, të keqpërdorni me pushtetin. Edhe pse në këtë botë ka mundësi Allahu xhallahu ala që tu amer, mos u habitni me afatizimin, mos u habitni me atë që Allahu ka dhënë, nga se do të vjen një ditë kur do të thirrni të gjithë të japni përgjigje, e kujt është sot? S'ka përgjigje. I vetmi që përgjigjet Allahu xhallahu ala, lillahi al-wahidil qahhar. Te Allahu që është i vetmi dhe ai që i ka poshtë, i ka hesh këtë zërat e mbretëve, e pushtetarëve, udhëheqësve kështu me radhë. Kur ku zuri si njëta thot. Ai sikur se ka në surën Taha. Allahu xhallahu ala thot: "Wa khashatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa." Wa khashatil aswat. Shiko, gjuhën arabe, ne kemi na kurdën me thonë për zonin, apo i themi e ka ngrit zonin dhe ka ul zonin. A din në shpjet të tërë për zonin? Me ul. Të të shprej për me ul zonin. E ka shkyme, ka fik që tujen, e ka ul. Apo?
arabisht ka shprehje për me ul zonin. Apo i thot khafdu soft, me ul zonin, apo ose ka të shprehje. Këtu ka wa khashi'atil aswat. Khashi'a, apo dhe janë ul zërat nga frika, zguxojnë me zonin apo. Shikoj, një shprehje që ka dy tre kuptime, edhe ulje, po kjo ulje ka një sebeb, se kanë ul për respekt. Se me pakon për respekt e kishin ul zonin këtë dunja, se kishin ngrit zonin për Allah xhallahu ala në këtë dunja. Nuk e kishin ngrit zërin në këtë botë para ligjit të Allah xhallahu ala, para dispozitave të Allah xhallahu ala. Allahu vendos diç, vjen thot, na kur këtë se lejojmë. Allah e ka leju, thot se lejojnë e kur. Çu shkidet me çu zonin mi Zotin xhallahu. Apo? E Allahu thot, ti të lirë namazhin Malik jo Medina Zot, ka do sot këtë dunja po thonë që na se lejmë, na se bojmë apo po ti ki marrni diçi, kimi u kallzu kush ka vendos apo Allahu thot masi pedin, më ke marrnu prapë. Apo që ta pran, të përgjigj me temgjid, me xhedeni abdi. Më ka madhru robjam. Të ti pedin, apo wa khashi'atil aswat. Krejt zona që janë ngrit për ligjin e Allahut, për fenë e Allahut, për besimtarët e Allahut, për dispozitat e Allahut në këtë dunjë, krejt që kanë qenë zonë plon këtë dunjë, kanë bërë debate, zhurmë me gjithçka. Wa khashi'a. Janë ul, jo për respekti, sa ata janë për respekt dhe jo në kiyama. Ata ditë me mund debatojnë me Zotin xhalla xhelalu. Apo? Po Allah xhalla thot ikhsa'u. Apo, shiko, sikur se ka në surën El-Mu'minun. Ata kërkojnë nga Allahu xhallahu ala, o Zot na kthell një herë, na kur kthejmë respektojmë, bojmë apo Allahu ikhsa'u fiha wala tukallimun. Shikoj çfarë nënçmimi? Ikhsa'u fiha. Ikhsa'u është shpërro. Sikur se thëmë ne në këtë botë boju. Apo shikoj subhanallahu i thot hop. Ikhsa'u fiha. Edhe ku hop? Ku me hop? Fiha, në xhehenam hop. Që atje hop, wala tukallimun, as një zë nuk du me një jeptën. Edhe khasha. Si thot, se në urdhën e ditën e gjykimit, apo, nuk është me zgjedhë si kurse në këtë botë. Kush don e bën, kush nuk don e bën, me qefi kjo punë, pse me zërpja bëni njerëzve, ani këtu, kjo punë qefi është sprov. Njerëz këtë punë qefi kanë kuptu, punë lirie dhe fuqie. Jo vallaj, liria që Allah ta ka jap me vendos këtë botë është sprov, të ka sprovu, çka po bën me këtë që ta kom jap. Të njerëzit e kanë kuptuar si pushtet, subhanallahu. Ajo ka jap lirimi sprovu apo buni burrat mira jo? Ajo kupton si pushtet. Ajo kupton si fuqi, ajo kupton si autoritet. Do të kur thua Malik i Umidini thu, o Zot, këta pik pushtet e s'kan, këta s'kan tru fuqia, apo? Por ti ke sprovu deri në ditë kur një më u bëhet e qartë me heshtën e zërave të tyre dhe me ulën e kokave të tyre dhe me marrën e pushteteve të tyre u tregon realisht i kujt ka qenë gjithmonë ky pushtet, po ata janë mashtruar. Prandaj shiko sa kuptime përmbledhen, subhanallahu, sa mundësi të shumta për të medituar dhe për të marrë fuqi. Në namaz besimtari ka mundësi të mëdha në momentin kur ai me një përkushtim pak më të madh, me një kuptim pak më të thellë e këndon vetë surën Al-Fatiha. Dhe jena vetë të gjysa. Abta Maliki Yawmiddin, Majjadini Abdi. E kur thot iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, e thot ihdina siratal mustaqim, vazhdon dialogu dhe vazhdon biseda me Allah xhallahu ala deri në fund të surës Al-Fatiha. Ti diç, ai diç. Dhe gjithmonë ai më shumë se ti. Apo nga se sa e zhdash të thurrim, apo sa e zhdash me thurr prej shprehjeve, fjalëve, fjalive, librave dhe me dorëzu tek Allahu xhallahu ala mi thon Allahu azza xal e tash mundesh me konkuru tek robët e mi për falënderim. Mundesh. Apo a ka mundësi të shkon në një libër që mund konkurosh tek robët e Allahut për të falënderuar? Nuk ka mundësi Allah. Nëse krejt atë adhurim kaq të madh që Allahun ta falenderojmë, na bëthemi elhamdulillah rabbil alamin, apo e pranova. U kry. Më falenderova ti mua. Subhanallah. Kush kujt pjep më shumë atë? Ti bësh Malik Yawmiddin, diçka ai është realisht. As nuk pjep ti kurrë nga pushteti, as nga autoriteti. Ti veç pjep. Pe madhron me atë çka ai të ka mësu. Dhe ai po thot me xhedeni abdi. La ilaha illallah.
po të robi jam madhroj mu. Atë po thuaj se, domthon, për pranon për teja një lloj madhrimi që më shpoli për atë që ai rresht e kaptën. Sikurse një në kësaj bote, apo përkohësisht që kjo telefoni dikujt, edhe dikush të merre, veç ama pata. E merr edhe t'i jap. Allah shpëlojt, vllai jam, më dhaj telefon. Nuk po di sa më thjeshu më tepër, vetëm për me kuptu, thotë se sa kuptime të robrisë, vallahi ndaj Allah xhallahu ala mbledhen në surën El-Fatiha. Që një din me e këndu si duhet me këtë kuptim që na ka mësuar Allah xhallahu ala. Dhe gjithashtu do të thotë ka në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se besimtarët e madhrojnë Allah xhallahu ala në momentin kur ata mbledhen në këso të ubime dhe e përmendin atë dhe flasim për te dhe mundun të njohin atë, edhe këtë Allah xhallahu ala e ka quajtur të Mgjid, e ka quajtur njohet të emrit i El-Mgjid. Andaj e ka përmend Allah xhallahu xhelaluhu në hadithin, e ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin ku e transmeton Ahmedi dhe Imam Buhariu dhe Tirmidhiu, në hadith është pa dyshim i sakt, ku transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu se i dërguari sallallahu alajhi wasallam ka thënë: Inna lillahi malaikatan yatufuna fi turuq. Allahu xhallahu ala ka malaike që ato tjetër punë nuk kanë përveç një punë. Çfarë është ajo punë? Ato sillen në për rrugë. Yatufuna fi turuq. Sillen në për rrugë ku banon njerëzit ato. Yaltamisuna ahla dhikr. I kërkojnë ata që përmendin Allahun azza wajal. Ku janë këta njerëz? Apo shikoj kjo sa ka dobi kjo ditë. Shikoj, këta janë gjithkon. Gjithë janë pak. Se ata me kon që shumë s'ka në mi lip. Ku të shkosh i gjon? Jo këta do mi lip, janë të misun. Jo të ton kur mbledhen e përmendin Allahun xhallahu ala. Ka një që mbledhen muslimanë ata apo po përmendin një tjetrin që janë aty. Tu bo gibet të përgoju. Apo këtu me lajket zvinë ato me lisa se si vyni s'jam të lypti. Jam të lyp do të tjerë. Apo shpresoj që ti më nga ata që na lipin me lajket apo. Yaltamisun ahla dhikr. I kërkojnë fa idha wajadu qauman shikoj subhanallah kur e gjojnë një grumbull njerëzish tash janë të shpërndana një me lajke lip atje një me lajke lip atje një lip atje kur një me lajke i gjon këtë grup njerëzish që janë duke përmend Allahun xhallahu ala atëra tanadu halummu ila hajatikum thrasin o ju që një shpërndo e janë se e gjetëm që kanë të lip që tu ka kanë shikoj me lajke të shpërndara duke kërku vinë këtë vend të gjitha, nga se njona për tyne ose dy për tyne i kanë gjetë atë që jenë duke kërku. E pastaj, kur të grumbullon, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'i dunya. I mbulojnë me krahët e tyne një minja, deri në qinë e dunjas. Shiko, prej këtij mejlisi, deri në qinë e dunjas, nga madhrimi dhe respekti për këtë mejlis, me lajket heshtin, me krah, din qilë në dunjas. Sa du të mu respektu, me ndi një vetë në dërum, subhanallah, që është me një ndajt të kësën e tyre. Që me lajket e Allah të zvet i shtrin kraht. Dhe shtrija kraht me lajkeve është një lloj mëshire e Allah të zvet. Nga se të mbulon mëshira, respekti, qetësia, siguria. Dhe kjo nuk bëhet me një melek ose dy, para në pëllat, ila sema i dunja, derin qenë e kësoj bote. E kur qenë e kësoj bote na nuk e dim. Kjo që ka na e shumë kaltër, kjo sështë qjeli. Përse dishme kjo punë. Allah lem ku përfundon qilë dunjas, që na nuk e shumë, derin na pikat i lartë, me lajket rendithen prej me gjlisit këtu ku jeti, derin altë aftën. Pas ta i qëfar ndodhë, fëjes eluhum rabbuhum azza wa jall. Dhe kur Allah xhallahu ala e sheket, i pyet Allah xhallahu ala aja din mas miri për çka këtë bëjnë. Por i pyet Allah xhallahu ala wa huwa a'lamu minhum. Ai është më i dijshëm për ta. Dhe për këtë që po sa ta vet. Ma yaqulu ibadi. Allahu thot çfarë janë duke thënë robët e mi. Çfarë po thonë? Jo mbledh me një tubim, çfarë të thonë? Atëra thonë me lajket yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak.
apo yumajjidunak. Çfarë bën ata? Ata o Zot yusabbihunak. Tasbih, kemi thënë çka është? Ta pastrosh Allahun nga çdo emet. Ata o Zot flasin keq për ty. Ata o Zot nuk janë duke menduar keq për ty. Andaj mejliset ku njerëzit ankohen për sprovat, Allah çam ka gjetë mua, Allah dhe mua, apo këtu me lajket nuk vinë. Qase këtu nuk ka tasbih. Apo këtu s'ka tasbih. Se këtu s'po zhvert Allah nga kush ta ka thënë këtë sprov, Allah xhallahu, do se pas ka po mirë ta ka thua, pas po thamë në çështë, e çish po thu pra. Apo andaj mos ket mejliset tona ankesa për caktimin e Allah xhallahu ala. Mos ti ankohemi njëri në tubimet tona, nga se hupim këtë privilegj. Mejlis duhet me kon yusabbihunak. Që Allah xhallahu ala e pastrojnë nga çdo emet, edhe gojarisht, apo me fjalët e tyre, por edhe me mendimin e tyre, por edhe me sjelljet e tyre, apo pastaj ju kebirunak. Çka janë të bëhet ata në mejlis? Të rregullat e nes muslimanëve, ju kebirunak. E tjetër çka janë duke bër? O Zot, janë duke thonë se s'ka më i madh se ti. A veç me goja? Jo. Në qoftë se për shembull në tubimet tona përgojohet dikush, ose në tubimet tona bëhet mëkat i caktuar, ju mbledh njerëz dhe këshyrin haram në televizor, apo ju mbledh njerëz dhe po flasin keq. A është ky veprim i dikujt që thotë Allah është më i madh? Ja, me kon më i madh të zbon kështu. Me kon më i madh nuk sidhesh kështu. Ke nuk sidhesh kështu. Ka se a di se po të shë? A di se po të dëgjon po? E çysh për më i madh? Ai më i vogël me kon s'bën kështu. O dhe njerë nga njëra, pi fëmijëve tyne që janë shumë të vogël, mshehen mos me i pa. E pse në të vogël, veç mos me i pa. Nërsa Allah o thot është më i madhi e nuk mshehet e din se po e sheh. E ku met më i madhi pra? Ku met? Kur ti për të njëjtën vepër mshehesh pi më të voglit. Me bu me të pa. Aja po të sheh po msheh. Ku është po më i madhi? Ku është tu Allahu Ekber namaz? Ku është tu Allahu Ekber në tubim? Ku është? Prandaj këta ju ke bëru shika, kjo është vlerë e madhe, po, me të lyp me laqet ku je, ku s'je, kjo është punë e madhe, kjo është arritje e madhe, nuk bëhet fal, hajde mbledhëm pim çaj se me laqet e kanë bënë të marrë sonte të na qëto apëtën. Ja, kjo s'bëhet, kjo bëhet me tasbih, kjo bëhet me tekbir, apo, jo që Allahu Akbar me thonë, që kur se mbledhëm dënë e kënujnë tekbir, Allahu Akbar, ja, sa kemi me të kënume. Kjo është me vërthim praktik se Allah është më i madhi. Pastaj çka bën hala? Yahmedunak. Sesli thot alhamdulillah, sot Allah më mundse këtë tri. Alhamdulillah ty po dhe mua që më ka pa Allah xhallahu ala. Alhamdulillah. Në mejlis përshkohet mejlisi me falënderim dhe lavdim ndaj Allah xhallahu ala. Dhe e fundit yumajjidunak. O Zot, ata kanë një respekt posaçëm për ty apo. Ata e bënin nderim të veçantë për ty o Zot natnaje. Ata e kanë një madhrim të posaçëm, s'kena gjetë kërkën tokë që madhrohet sikur se këta të madhrojnë ty që në qiell. S'ka kështu. Ku të shkojsh në përneja? Kush do i madh që përmendëm nuk madhrohet si këta që po të madhrojnë ty o Zot apo. Kjo është temgjid. Kërkojmë që të ndikon emri Allahut El Mejid në ndajat tona, që Allahu të jetë El Mejid në ndajat tona, që ta fitojmë këtë apo. E Allahu thotë me lajkeve ti, mas këti raportit me lajkeve, nga se raportust ma të denje me lajket Allah xhallahu ala. Këtu as korruptohen, as mashtrohen, as habiten, apo raportojnë tamam që shduhet, tek Allah xhallahu ala. Andaj për çdo ndaj tonën, me lajket raportojnë tek Allah xhallahu ala. Dhe Allah çfarë thot? Allah thot kayfa law ra'uni. Tërkët madhrim po e bojnë, tërkët përmendje po e bojnë, tërë këtë falërim po e bujnë e së më kanë po kur. E si do të bënin ata me më pa mu, taman. Në nuk i këna pa Allah në xhallahu ala, valla veç nga përshkimet e ti në Kur'an e madhnojmë Allah në xhallahu ala. Po me pa realisht madhnin e ti qësh është. Si do të ishte madhrimi ju ndaj ti? Ai me këta synë veç me pas mundë më pëtën. Që gjithë shka me këta synë mush me pa në këtë dunja. Nërsa nuk mush Allah me pa me këta synë pëtën. E ku është? Çfarë zemre duhet për madhnu Allah xhallahu ala pra? Me bu me pa tamam sikur se duhet. Thot kayfa law ra'uni. Thot
pejgamberi sa përgjigjen me lajket Allahu xhallahu ala duke thënë law ra'awka kanu ashadda laka ibada wa ashadda laka tamjidan, o Zot me të pa dyshim se shumë më tepër kishin me të adhuru. Shumë më tepër kishin me të adhuru. Dhe shumë më tepër kishin me të bëu tamjid. Emri Allahut el-Majid. Kishin me të njoftë o Zot shumë më mirë. Kishin me të madhnua Allah shumë më tepër me bu me të pa. Wa kanu laka akthara tasbihan, edhe pa dyshim se shumë më tepër kishin me të bëu tasbih ty apo. Derisa Allahu xhallahu ala thot me lajkeve, sa ato me lajket vazhdojnë kishin me të bëu kështu më shumë, e më shumë kështu, derisa Allahu xhallahu ala u ndërprin. Thot Allahu xhallahu ala fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Andaj për shkak të këtij madhrimi, për shkak të këtij ndikimi të emrit Allahut el-Majid në ndërtën e tona, për shkak të kësaj natyre të tubimit, këtyre me lajkeve, që sa dëshmitari ki, çfarë me lajke? Pejnë tokë, me gjlis derin qiell, në pikën atjenal që Allah e din ku është aja, apo ketë ato me lajke, Allahu e din sa ka ato me lajke, të gjithave Allahu i thot, ju jeni dëshmitar të mi, se unë u a kam falë gjinohet. Gafartu lahum. Nëse Allah xhallahu që sot Allah xhallahu me ti bën këtë melekë dëshmitare për neve që Zoti ne ka falë mëkatet tona. Dhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam yaqulu malakun min al-malaika. Një melek për tyne thot, o Zot, mes në tyne është njëri që s'është për tyne, sa i ata në burat mirë, po një ka qëllu që aty, rasisht e ka pru njoni, sa është taj si ata, lejse minhum, nuk është e për tyne, nuk është taj bashkë që si burri, si këse këta tjerë, në raportun për ata që në ledhë, po këtë që ka ardhë me gjlis, këtë sërë si këse këta. Atërë, inna ma gjae li haqe, thot me lejku, ka arë për një punë, apo, a i so arë për ders, so arë me të përmen ty, a i ka pas punë me filonin, e a i filonin ka unë hajden ders, shimi të rimazirës ta kry punën, apo, a i so arë për ders, a i so arë për me të përmen ty, ekskluzivisht, a i ka arë me kry punë, e këti që kam i bo këti, a me dëshmuje për këtë? Allahu thot, humul gjulesau, la jeshka gjelisuhum. Muslimanët, ata burrat e mirë që i duan tokë që u kanë falë, janë qësi njerëz që kushtrin me ta nuk ka mundësi me hup apo. Edhe ati i kanë falë. Shikoj vlera me nejt me muslimanë apo. Vlera me nejt me burrat mirë, me devotshëm, me qenë pjesë e tubimeve të mira. Jeni kur nuk hup apo. Pra kemi për kësaj shoqënie vllaznia. Kemi për kësaj ndaja ku një është ka më të rahat, ku nuk nënçmohesh, ku nuk keq kuptohesh, ku nuk keq transmetohesh, ku nuk përgojohesh, vallahi që kjo është pasuria e kësaj dhunjaje, vallahi. Edhe pse ndoshta rrin kasull, edhe rrin podrom. Edhe pse ndoshta s'ka diçka shumë përpara nga ushqimet më ngri, s'ka lidhje. Balansia është se Allahu po përmendet. Balansia është se shpirti po gëzohet. Balansia është se imani po shtohet. Ç'ka është balanci? Ne kemi për kësaj, çdo të bim gati kur rrim, gati e pamundshme është që mas atij të bimës me nisë dikush të ka keq kuptuar, dikush ka keq transmetuar, dikush e ka lëshuar një fjalë sipas ta kuptuan që ka pas këtë qëllim e kështu me radhë atë. Timi komod, timi shlir me tamam vllazën sikur s'na ka bëu Allahu xhallahu ala. Pa protokolle, pa komplekse, pa agjenda, apo pa politik. Nuk guxon politika që në kuptimin e dyftërsisë, nga se sot politika është sinonim me dyftërsisë, sa ma mashtrues dhe munafik je, ma politikan je. Këme pranimin e të gjithë politikanëve është kështu. Na nuk jemi na me kon kësi politikanës, apo? Pastaj më shëndru me gjdisin në gara, kush po ekspozon ma te për të arritura, apo? E kush po ekspozon ma te për shkallësi e kështu më radhë. Thash, që edhe modestin e njën më modest me e thuja, apo detyran me thonë që jo burë, se do në kom bodi që ka dale, apo, andaj mos temi kësi mënyrë të garimit, me të vërtet, kunu ibadallahi ikhwana, si kurse ka thonë pejgamberi, bënu, rab të Allahot edhe vlazën, kombinimi maj mirë i mund shmë që kë, rabi Allahot edhe vla me tjetër. Ska kombinim maj mirë që mund të përfshirë të se kë. Prandaj, emri el-Majid, dhe nëruar, ne përmirësën raportin me zvete. Emri el-Majid i a kthen mejliseve tona, i a kthen tubimeve tona kuptimin e dur si duhet me nejt.
si duhet më vizitu, si duhet me bisedu. Nëse në qofë se na shkojmë një tubim, dhe na atë tubim nënçmohet një musliman, ose një muslimane, që Allahu e ka ngrit me iman, nga se kujtë që i ka jep iman, Allah e ka ngrit. A e kemi madhnu Allah në Gjellewala? Ja. Nga sa ato që ka Allah e ka madhnu e kena nënçmu. E kena hub kushtën e të mgjidit atëm. Edhe të tesbihit, edhe të tekbirit, këtë i kena hub. E me veprime tjera që i kemi të njura që bëhen të ubime tona, e hubim këtë. Prandaj, letjet simboli jonë, i ndajve tona, tesbihu, tahmidi, apo tekbiri edhe të mgjidi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dhe këtë tjera që madhrot Allahu me të hoptën. Letjet kuptimi i fjalës subhanallah, zbërthim praktik që mbi te ndërtojmë mejlisin tonë. Letjet fjala alhamdulillah, zbërthim praktik që mbi te ndërtojmë çdo ndaj tonë. Letjet Allahu Akbar, zbërthim praktik në fjalën e veprat tona i të gjitha tubimeve dhe ndajmeve dhe takimeve tona. Dhe letjet ky kuptim i emrit El Mejid, prej fillim që kem të fol, për autoritet, respekt për këtë që kem të fol, letjet ai që i udhëheq muhabetet tona dhe i jep kuptim ndajeve tona. Kjo na duhet. Kjo është harta e përmirësimit të ndajeve tona. Kjo është udhëzuesi konkret si i përmirësojmë ne ndajet e takimet tona, që ato ndajet të bëjnë me të vërtet kopsht prej kopshtëve të xhenetit. Sikurse ka me një hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me gjithë mospatimin tek dietarët për saksin e tij, por në tek ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në qoftë se kaloni ka kopsht e xhenetit, ulni në to. Ka ne Rasulullah, ma hiya riyadul janna, e cilët janë kopsht e xhenetit, ka thënë të rrish me ata që më përmendin mua. Prandaj shndrohet me gjithë vallallë në xhenet, përkundër sprovave, telasheve, ngarkesave, përkundër ndoshta presioneve të jashtme që i ngarkuar me to, kur të rrish në mejlis të kësaj natyre, ku emri i Allahut El Mejid është ai që udhëheq tubimin, vallahi besimtari nihet si me një xhenet atë. E kur hini në xhenet, çka bëhet? Çish ka thënë pejgamberi sa po? Një herë më të si të dilsh, a ke hek në herë? Jo kur s'kum hek. Andaj besimtari si të hen veç me net me neve një herë, i haron problemet, i haron borxhet, të lashë smuin, kur del pi këtu i thot thosë s'kam të lashë. Për 2 moment i harrova. Thosë s'kam problem, thosë nuk kam ndonjë ngarkesë pse e harrova. E jo që njëri subhanallahu krahas për neve që i ka vjerën e muslimanët i ashtojnë edhe 3-4 tjera, apo edhe krahas një zezë që e kanë kur vjen këtu zëzohet edhe më fort, tuni zeza ndryshme e kështu me radhë, dhe fillon ta preferon izolimin më tepër se shoqërimin, e kur ta preferon izolimin më tepër se shoqërimin, atëra delen e han ujku kur e ndon nga kopeja. E çu duku ndon nga kopeja e dhikrit dhe e derseve dhe mejliseve, apo fillon ujku me hangër kanë shumë më lehtë. Prandaj emri Allah El Mejid është një emër si thash, me lejen e Allah xhallahu ala ja kthen kuptimin ndajve tona dhe tëra asaj që e përmendën në kuadër të kësaj pike. Dhe pika e fundit që dua ta përmend lidhe me emrin El Mejid është se Allah xhallahu ala nga emri i tij El Mejid e ka emërtuar edhe librin e tij. E ka emërtuar edhe librin e tij, sikurse Allahu thot në surën Qaf, Qaf wal Qur'anil Majid. Apo Qaf, shkruaj Qaf, Allahu a'lam çfarë kuptimi ka. Ajedin, wal Qur'anil Majid. Allahu betohet pasha Kur'anin që ka emrin El Mejid. Prandaj edhe ky emri Allahu xhallahu ala që i është dhënë fjalës së tij, që i është dhënë librit të tij, edhe ky duhet na e kthej gjithashtu respektin dhe autoritetin që duhet me e gëzu Kur'anit tek ne. A ka Kur'ani dhe ndëruar respekt në duar të nasi musliman? Respekti ti nuk është mos me prek, për shembull me dur të pluhrosura, apo respekti nuk është i kufizuar vetëm në mënyrat që njerëzit munduan me manifestuar respekt. Respekti në Kur'an fillon duke e lexuar ditë për ditë. Ditë për ditë duke lexuar për tij. Ai që nuk lexon ditë për ditë
Wallahi nuk e ka respektu Kur'anin. Ti në shpejtone, për shembull, je krye familjar, ki grua dhe ki fëmijë. Në qoftë se për shembull një ditë për ditëve, gruaja dhe qohet edhe fëmia nuk të vrejnë që në shtëpi, kur s'let, në zonë me dhe punë tjera. Apo, edhe të dikur fillon më të bo kjo punë, ka dalë që ka botë, a jam unë e kësaj dikuna, po më shekusha, apo, me ne fillon njeri me kontestu autoritetin e vetë tu. Veç një ditë nuk të vetë kur heq kur gjë, as nuk të vetë, që apo hana, që apo penas, apo dalem, as po dalem, veç një ditë të vetë. Më njerë shpërthani, a jo më në këtua, as jo më në këtua, Qëka të në ta? Po ditë për ditë po të vezë me një ditë subonomi. Qa e një ditë duke që kur s'kam bu kur gjë, apo? E qëka të Allah Gjellewala, një ditë ka përcen, jo një ditë ka përcen se ke lezu Kur'an, po e kemi lezu në Ramazan, tani ka pak ma vonë dikur, ta ditë për ditë s'pëmunëm, apo? Respekt, fjallë që Allah Gjellewala, ditë për ditë. Kësen, kjo është autoritet që duhet me egzu Kur'an të këna. Dhe jo vetëm lexim, por edhe njohet të ndonjë ajeti të caktuar. Apo, ullu edhe medita, kibër të tefsirës, alhamdulillah, a është përkthy Ibn Kathiri, a është përkthy gjysma e tefsirit Sadr, alhamdulillah, është përkthy libra të tjera që kanë, merre. Dhe merru me ajete të caktuara, një ditë merre lexoj këtë, çuçi ka thënë Zoti xhallahu ala, çka kanë ulemat. Merru me Fatihan, me falëndrimin, merru me lavdrimin, me madhrimin e Allahut azza wa xal. Çdo ditë, kjo respekt ndaj Kuranit. Respekt është me respektu kufit që ka vendosur Kurani, jo shkele atyne. Respekt është me respektu urdhët e Kuranit, jo me nënçmu dhe me ignoru ato. Kjo respekt në Kuranit. Dhe tjetra që duhet ta dimë në raport me Kur'anin është se rruga e vetme që ngritemi në këtë botë është me Kur'an. Wallahi s'ka ngritje për ne më përse me Kur'an. S'ka tjetër. Nuk ka. Krejt pushtetin e botës me të epë qëtash. Me tonë, hajt ju musliman, që po bëni? Apo? Në qofë se nuk e arrim këtë me Kur'an, s'kana me bukurë. Për një avë ditë kanë mu luat një mënë që ka konë mirë që kursin e konë qëto. Njëri nga emisart e Omerit radhiyallahu ta'ala anhu e ka angazhu për udhëheqjen e punëve ti administrative në vendin ku ka qenë ai një njeri. Edhe kanë shku një të muanku tek Omeri radhiyallahu anhu dhe i kanë thonë, ja mirë humnin, ai i delegu mëtë, tonë emisar përgjes për një rajan, caktum, i ka dërgu përgjeset për rajone, sahabet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe normalisht ka pas një për udhëheca që e udhëheqin tash e administracionin venit në kujdesin e këtij. Dhe përgjes kryesor për këtë rajonin ky sahabi ka bë një njerëz të atij vendi, që kanë pas për të shumë ankesa njerëz të atij vendi. Ankesa e tyre cila ka qenë? Ka thonë, ky kon shëptor, ky na ka qenë çaj dia. Tash ku e gjete këta burr, tash më na ka thonë neve problem kjo puna atë. Edhe Omeri ka thirrë më një rat sahabin. Ka thonë, kanë ke boti atje përgjes? Ka thonë filonin. Kanë ai para se më boqru çka u kon? Ka u kon argat, shëptor. U kon. Ka qysh njerëz që ke bosh shëptorën, normal është pak e ndihshme. Do të më zgjidh dikon që ka autoritet e ka gëzim. Do të mbas shkove të ke bo. Ka thonë, çaj është njëri më i lidh me Kur'an. S'kum gjet më të mirë me Kur'an se çata. Lep ku dush që ky është. Ndaq me lezu, ndaq me punu, ndaq me kuptu, vete për një jetë këta dhe këtë tjerë. Kush dhe me mi që kjo edin? Kush punë veti këtë? Kush është ma praktikusi i Kuranit këtë ka mund që kjo? Për që ta e ku mbo apëtë? Nëse ti ki vrejte për që të temën, unë e hiki dorë. Që ka në Omeri? Omeri ka thonë, a që ka e ka mësu si vetë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, inna Allahe jerfa'u bihadhe l'kitabi akuamen, wa jeda'u bihi akharin. Ka në Omeri, me të vërtet, Allahu me këtë liber ngrit do popoj e pështënën dhe tjera pëtën. Nëse Allah këtë liber e ka quajtur, wa innehu le dhikr. E ka quajtur dhikr. Qka dhikr? Përmendje, autoritet. Kurani është autoritet. A don autoritet, a don respekt. Kurani në kinë këtë botë.
Edhe në botën tjetër, kush dën respekt, wallahi, nuk ka rrugë më efikase për të arritur nderimin yaumul qiyamah se me Kur'an. Edhe për veten tënde, edhe për të tjerët. Për veten tënde, ditën e gjykimit Allahu xhallahu ala merr njëri, edhe i thot iqra, lexo. Kjo fjalë lexo i bën, nuk ka veç lexo këtu tash le librin, jo. Leximi i bën, lexo sa ke lexuar nga Kurani këtë dunja. Lexo. A ke lexuar për shembull çka ka hatme, lexo, nisja me lexu. A ke praktikuar çka ka ajete, a ke kuptuar çka ka ajete, krejt që ke pas lidhje me Kur'anin i bën lexo. Krejt çka ke pas me Kur'an çitash. Dhe ti e qet një kontakt me Kur'anin, lexon, ngritet. Thot Allah xhallahu ikra wartaqi. Lexo edhe ngritu vazhdimisht. Fa inna manzilataka, nëse pozita jote dhe stacioni ku ki mundon në xhenet është inda akhiri ayatin taqra'uha. Ajet në mbrëm kur të harxhesh s'ka më zot, çka, më shumë as kom lexuar, kom çito, e ndalo pra çito. Do respekti dhe nderi në xhenet për të ngritur është me çet libra ato. Por edhe ndryshe, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ditën e gjykimit Allahu xhallahu ala disa njerëzve u vendos në kokat e tyre i thuhet tajul karama, kurora e nderit. Para ditën e gjykimit, kurora e nderit. Allahu i thot thërma që tropse du me nderu. Me janë gjithë një kuror në kry, me nderu. Kush janë këta? Ata që fëmijëve të tyre u kanë mësu Kur'anin atë. Andaj kush përkushtohet, nuk është lehtë fëmijës me mësu Kur'anin, apo se e harran, do të me njek, se mëson, apo duhet pak sabër dhe angazhim. E po nëse çaj fëmijë, pite e ka marr Kur'anin. Krejt jetën çka të punon me Kur'an, ty të vinë se vapet apo. Ka që kjo mundësi me tik, apo ka mundësi që fëmia jon me mësu Kur'anin, po jo për neve. Apo jo për shkak neve, jo për shkak të angazhimit ton. I në qef dikur vet, ani ti e përkraja ke në rregull, po sa për teje. Nuk është për teje. E në qësë nuk është për teje, ki se vapin për çdo përkraja që e ke dhonë, por ju me marr tagjin, kurorën e nderit apo. Andaj kujdes për fëmijët e juve të nderuar. Wallahi kujdesni për ta, për Kur'anin e tyre, për të mësuar, për mësim besimin kudo që të mësohet. Se nganjëherë ndodh që ka vend që ka mësim besim, veç që fëmijë aty, sa marr vjen e merr çikaç, asja përsit, asëm se ja, sa kjo se ka kriju obligimin kur gjej. Absolutisht. Me çum mësim besim ti e ke moni sebab. Ama ti dush më lut për këtë punë. Çka ke mësuar, çka të ka thonë me mësu, edhe çita, edhe duhet për kushtim. Sa më shumë të lodhesh me të dhe bashkëpunon me mësuesin e Kuranit, çash më tepër e meriton tajul karama. E meriton kurorën e nderit në qiyam. Edhe kjo bëhet me çka? Me Kur'an vallahi, me kurrë bi kitabillah. Fjala Allahu Azza Jall. Prandaj kemi nevojë që t'ja rikthejmë në vetët tona, jo Kur'anit. Ka se Kur'ani është i ngritur. Kur'ani nuk ka mundësi askur në kësaj bote me ul. Absolutisht, nga se fjala Allahu Xhallahu Ala. Por a ka mundësi të zbehet autoriteti i tij në zemrat tona? Po ka mundësi. Andaj ne kemi nevojë që t'ja kthejmë Kur'anit autoritetin në zemrat tona. Që kur thuhet qala Allah, kur thuhet Allahu ka thonë, tullet koka me herë. S'ka mo, kur gjë, hapi versht edhe nga, hesht mo, shuj mo, kajt polemikat binuj, s'ka mo, kur gjë masajna. A ka thonë Allahu Gjallahu Ala, e u kry mo. Dhe sasat muslimant vazhdojnë me asjës Allahot, po Allahu ka thonë presje, vazhdojnë me tuti se fjalia s'ka përfundu hala, apo, e kjo është problemi i raport muslim me Kur'an. Andaj, mos leximi, mos meditimi, mos kuptimi, zbehja dhe praktikimi i selektuar i Kur'anit, kjo kjo s'ka mundësi njëra dhe dikur, gjitha këtu kanë bërë që mos të ngritim me këtë libër. Nga se vallahi, kush do që ka pas lidhje me këtë libër, që nga leximi, e mësimi përmensh, e meditimi, e kuptimi, e praktikimi, e mësimit të tjerëve, për aq sa ka pas kontakt, vallahi, për shumë fish, Allahu Gjallahu Ala e ka ngrit. Nga se, sikur që ka thonë pejgamberi s.a.s. Khajrukum, shiko, ma i miri për jush, a do një me ditë kush e ma i miri për juve? Si bod di kush ma i miri për njeve? Khajrukum, men ta'allama al-Qur'ana, kush e mësën Kur'anin vetë. Me këtë kuptimet e mësimi që i përmenda ma heret, apo, wa allama,
edhe u mëson të tjere, që ky është njëri më i mirë apo. Ne i garoni që të më komat mirë të Allah apo. A njëri me çka të ka mundësi? Nëse s'ki mundësi ti me mësu dikujt Kur'anin apo kontribo pro materialisht që të mundësohet dikujt mësohet Kur'ani. S'ki mundësi materialisht kontribo të i qunë një dy dhu që të vëlla mësohet Kur'ani, shkoni mësoni. Ama mos tjetë shkëputje nga gjitha anë me Kur'an. Çka ki bo sot për fjalën Allah xhallahu ala? Çka ki bo dje? Çka do të bësh nesër? Le të jetë përditshmëria jonë e ndërlidhur me fjalën Allah xhallahu ala. Në këto dy segmente, ta'allama e ka mësu vet diçka mëson për ti, wa 'allama edhe dikujt ja mëson. Ose ti vet, ose e udhëzon, ose ja ndihmon me mësu, gjitha këto janë mënyra të mësimit që ti përfiton nga kjo mirësi që të bësh nga robët e mirë të Allah xhallahu ala. Por mos jemi neglizhent, mos jemi të pakujdesshëm, apo që me të vërtet të jemi nga ata të cilët kontakti me Kur'an e kanë dyqysh si me zar. Wallahi ai që veç në Ramazan zon Kur'an e kuptoj veç me çik zor të kjo. Në Ramazan mos lexohet në zimë kur zon Kur'an më. Kjo është me zar. Ra që ka Ramazan e kopa musafin apo mos me Ramazani e kishim shtyhet një 2-3 vjet pa prek apo ai njëri çysh rënë njëri pa Kur'an Allah. Pa medituar në jetë. Pa lexuar diçka që ka të bëjë me kuptimin e tij. Se kjo është ushqimi i besimtarit, pa të s'ka mundësi. Kjo është ngritja jonë. Prandaj emri Allahut El-Mejid, që nga ky emër i ka jap emrin fjalës së tij dhe Kur'ani i El-Mejid, duhet që na vëdëson për fjalën Allahu xhallahu ala, ka se me të vërtetë Allahu xhallahu nderuar na ka ndëruar me këtë libër. Na ka ndëruar Allahu xhallahu me këtë libër. Wallahi nuk ka libër në botë dhe nuk ka zbrit libër në fytyrën e tokës apo më i ndershëm, më fisnik, më i dashur për Allah se fjala e tij Kur'ani. Madje sikur se ka përmendur Imam Suyuti rahimahullah. Kjo është një mendim i tij i bazuar në argumente që nuk janë të qarta, po sidokudo është mendimi një dietari që kanë marrë plot nga dietarët, i cili thotë se fakti që me lajket tubohen dhe grumbullohen kur lexohet Kur'ani, madje kanë hadith Meleku e vendos gojën e tij te goja musliman kur ai këton Kur'an atë. Që t'ia merr Kur'anin pe goje. Subhanallah. Çu ka hadith? Inna al-malaka yad'u fihi fi ahadikum. Meleku e vendos gojën e vet te goja e dikujt pe juve kur ai lexon fjalën Allah xhallahu ala. Shiko, nuk e lën me shku larg. Unë për këtë ngati se jo, po do sa më ngat më marr. Si u të thot, këto argumente që flasin për marrjen e Kur'anit te melekëve dhe tubimin e tyne tek leximi i Kuranit janë me kuptu se me lajket nuk e kanë nderin me lexu Kur'an apo. Allahu xhallahu ala nuk ja ka mundsuar këtë punë. Kurani s'është për juve. Ndërsa nga lakmia që të përfitojnë, ndjekin tubimet kur lexohet Kurani dhe ndjekin besimtarët që lexojnë Kur'an që t'ja marrin për tyne dhe nxjerrën. Para mëna Allahu të ka ndëruar me këtë Kur'an me lexuar, me mësuar, me ku është leximi jon. Dikush kalan, sikurse shpesh e kemi përmend. Kalan vallahi me vitën e Islam, që sa vjet falet nuk din me dallu elifin pe basa atë. Vallahi vështirë. Subhanallahu çfarë vështirë. Vallahi rrit gjithë natën, mos flaj një muaj të hiç. Po hin Kur'an. Lexoj Kur'anin. Sa marrë vallahi për një musliman me i kalu kohë gjatë mos me di Kur'an me lexuar. Çysh fletaj me Allahun xhallahu ala. Çysh fletaj me Allahun kur nuk lexon Kur'an. Çysh bën mohabet me ta. Qase Kur'ani është biseda e robit me Zotin e tij. S'po them që të përkufizohet për kushtimet e lexim, po pe çto fillon? Pe leximit e vazhdon tani matutje. Ana lexim vazhdueshëm. A lexon ti një faqe, një gjozë, diçka kjo çështë jutja pastaj çutie e rregullon me kohën tënde. Por mos ju ndaj këtë libër. Qase këtu është kënaqësia. Allah na ka dhëruar me këtë libër. Allah i ka sfiduar njerëz edhe gjend en yatu bi mithli hadha al-Quran. Njerëz edhe gjend bashkë me u bë, me pru një Kur'an se kë, len yatu bi mithlihi. S'kan mundsi kur marr se kë. Wala kana ba'duhum li ba'din dhahira. Edhe nëse Allah thot bashkpunojmë të vazhdueshëm ngusht, njerëz edhe gjend bashkë, bën bashkë krejt çka ka prej të parëve deri në rand, s'kan mundsi me pru. Jo vetëm në Kur'an. Po Allah xhallahu ala thot wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah min mithlihi. Në qoftë se keni shybe, dyshim se kjo që kemi zbritur robit ton, a është pi Allahut ajo? Fa'tu bi surah.
një kaptin sikurse ky sjellën. Jan mënuar arab me pruni kaptin, sikurse lem të rekefe fal rabbuke bi ashabil fil. Çesharaka është ato. Është çesharaka, aq e naive, aq është nënçmuese, saqë është turp me lexu çka kanë thonë ato. Apo e kanë marr fil, surja fil, Allah flet për filin që kanë marrë çabën në rreshta të pakt përmend një ngjarje madhore, ata në kanë përshku çu duket telefonin kanë thënë çka surja fil, gjithë sikur çka. Apo andaj çesharaka është çdo tendencë për të bërë konkurrencë Kuranit, apo edhe në përmbajtje, edhe në ligj, edhe në dispozita, edhe në mësim, edhe në përshkrim të historisë të çdo gjëje që Kurani flet për të, vallahi është turp dhe marrë me tentu me bërë konkurrencë apo. Pas Allah ka s'keni mundësi asë një sure me sjell apo. Andaj Allah në madhnuar që Zoti xhelalu ala na ngjall zemrat tona me këtë Kur'an. Dhe të ketë autoritet dhe respekt ky Kur'an në jetën tona, sikurse edhe ja ka dhënë Allah emrin nga emri i tij, që të ketë autoritet dhe respekt, dhe të ketë një lloj trajtimi më të shenjtë, më të madhërishëm nga ana jonë përballë fjalës së Allahut xhelalu ala. Dhe me këtë edhe po e përfundojmë trajtimin e emrit El-Majid, lutë Allahun xhelalu ala që na mundson që ta njohim Allahun xhelalu ala. Lutë Allahun xhelalu ala që na i përmirëson ndajat tona, tubimet tona, që tubimet tona Allahu të madhrohet, dhe Allahu xhelalu ala të përmendet dhe të përmendemi tek Allahu xhelalu ala si rob të mirë të falur nga mëkatet tona. Deri në takimin e ardhshëm, sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.